Pasi ta dëgjoni këtë, nuk do ta hidhni më lëvozhgën e qepës. Të gjithë e hedhim lëvozhgën e qepës pasi na duket e padobishme, por nuk duhet ta hedhim më sepse ajo sjell përfitime për shëndetin. Sipas një studimi të fundit, lëvozhga e qepës është e pasur me flavonoide, veçanërisht quercetin, një përbërës i fuqishëm antioksidues dhe antiinflamator. Përfitimet që sjell lëvozhga e qepës sipas Tip2 Health janë këto: ul edhe tensionin, lufton alergjinë, zvogëlon inflamacionin, nxit funksionin e mirë të mushkërive, lehtëson problemet të depresionit dhe është e mirë kundër radikaleve të lira. Lëvozhga nuk është e ngrënshme, por përfitimet e saj mund të merren nëse e zieni në ujë dhe më pas e shtoni në gatime. Përdorimet të tjera të lëvozhgës së qepës janë vërtet të gjëra. Disa njerëz rekomandojnë lëvozhgën e qepës për të lehtësuar problemet e lëkurës, siç janë edhe kruajtjet. Ekstrakti i qepës gjithashtu përdoret edhe në bukuri, edhe për të përmirësuar gjithashtu shëndetin e flokut dhe të lëkurës.